O ti I cili lutesh, o ti I cili I drejtosh Allahu, o ti I cili ban pyetje pse Allahu mua nuk ma pranon duan, çka ke ngron? Çka ke hangër? Me çka e ke ushqy vetveten? Me çka e ke ushqy familjen? Me çka I ke ushqy fëmijët e tu? Ato të holla që I fitove, a I fitove në halal? Atë pasuri që e grumbullove, a e grumbullove në halal? Ato të mira që sot I posedon, a I përmlodhe dhe a I tubove në atë rrugë që Allahu është I kënaqur? Asaj pasurie a ja dha e zekatin? Atë pasuri a e pastrove? Me atë pasuri a ndihmove? Urdhrat e Allahut në vend a I çove? A e përlyve, a e njollose pasurin tënde me kamat? A e njollose pasurin tënde me vjedhje? A e njollose pasurin tënde në tregtin tënde me mashtrim të tjerëve? A e njollose pasurin tënde duke u betuar në Allahun për t'i mashtruar njerëzit? Atë pasuri si e fitove?